Restoranti që shikoni quhet Noma, është përzgjedhur për herë të dytë radhasi si më i miri në botë, por mbi të gjitha, pronari i tij René Redzepi është me origjinë shqiptare nga Maqedonia. I lindur në Kopenhagen, me mama daneze dhe baba shqiptar, 33 vjeçari, i cili është edhe krye kuzhinier i restorantit të tij, mendon se suksesi që e ka bërë të famshëm në gjithë botën mund të ketë ardhur pikërisht nga fakti se ai në një farë mënyre shikonte veten si të jashtëm. Redzepi tregon se së bashku me vëllain e tij Binjak dhe familjen i kalon muajt e verës në Maqedoni. Aty kultivonim vetë gjithçka. Nuk mbaj mend asnjëherë të kem shkuar në supermarket. Pasionin për kuzhinën e ka marrë nga babai. Ai dinte të gatuante gjëra të veçanta, ishte gjithmonë kundër drekave apo darkave tradicionale. Pastaj mendoj se jam në këtë zanat edhe sepse dështova me shkollën. I kam lënë studimet që në moshën 15 vjeç. E fillova punën kur isha vetëm 16 vjeç, duke bërë pjatën time të parë, akullore me ananas, krem karamel dhe erza. Por mendjen e kisha te Franca. Për mua kuzhina franceze është e pazvendësueshme, derisa arrita të punoj një ditë edhe atje. Shqiptari tregon se çmimet në restorantin e tij nuk janë shumë të larta. Një menu e thjeshtë me 3 pjata kushton 146 euro, vetëm se problemi kryesor është te restorant Noma, tavolinat prenotohen të paktën 3 muaj përpara. Me një klikim në faqen e restorantit në internet kupton se nuk ke shanse të konsumosh një vakt aty, pasi gjithçka është e prenotuar deri në datën 16 korrik. Vetë Redzepi tregon se pas fitimit të vlerësimit vitin e kaluar, Noma mori më shumë se 100.000 kërkesa për prenotime vetëm në një ditë. Sipas tij, çelësi i suksesit është edhe kombinimi i prefektje arsortimenteve të tokës me ato të detit, ndërsa Redzepi kujdeset për të përzgjedhur vetë gjithçka, sidomos kur bëhet fjalë për erzat dhe salsat e tij të veçanta.